Në Federatën Shqiptare të Futbollit u takuan ambasadori i Serbisë në Shqipëri, Miro Ljubzarić, dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka, të cilët folën për ndeshjen e 8 tetorit Shqipëri-Serbi në Elbasan Arena. Ne kemi besim 100% për institucione shqiptare, për organizimi mirë. Federata ka eksperiencë shumë e madhe, kjo është tradita, mirëpritja është tradita tonë në Ballkan, edhe unë jam sigur do kaloj gjithë pa asnjë problem. Gjithashtu ambasadori serb kërkoi bashkëpunimin me mediat. Roli i media është shumë rëndësishëm, edhe këtu edhe në Serbi. Njëshi futbollit në Shqipëri paralajmëroi, nëse diçka negative do të ndodhë në këtë ndeshje, përgjegjësia do të bjerë mbi ne. Tema e diskutimit ishte bashkëpunimi për organizimin e ndeshjes 8 tetorit. Ajo që kemi nevojë për ndeshjen e 8 tetorit janë pikët, kështu që apo klasifikimi dhe për të shërbyer atij klasifikimi apo atyre pikëve duhet të bëjmë çdo gjë mirë. Çdo lloj mungese nga pikpamja organizative e jonë, apo çdo lloj incidenti që mund ndodhi dhe që unë jam i bindur, uroj dhe jam i bindur që nuk do ndodhi, por nëse të penalizuar do jemi ne. Më tej, shqetësim për zotin Duka mbetet kreativiteti shqiptarëve. Nuk kam frikë nga droni, po kreativiteti mund të jetë i ndryshëm dhe nuk e dim se çfarë mund ndodhi. Shumë mund të kem frikë nga ndonjë që nuk është shqiptar se sa nga shqiptarët nuk kam frikë. Ndërkohë, lidhur me tifozët serb që do të jenë prezent në Elbasan Arena, Duka tha: do ketë një grup të vogël sponsorash apo bashkëpunëtor të ngushtë të Federatës Serbe që mund të jetë një numër i kufizuar diku 100 veta.